Aksidenti i rënd ajror në New York, ish futbollisti ndron jetë së bashku me familjen. Një ish futbolliste ka ndruar jetë së bashku me anëtarët e familjes së saj, pas një aksidenti ajror në shtetin e New Yorkut. Mitsubishi MU 2B me 2 motor u rrëzua pak pas mesnatës së të shtunës në një fushë me baltë në Kopek, pranë kufirit të Massachusetts, duke vrarë të 6 personat që ndodheshin në bord. Midis viktimave ishte Karena Groff, një ish futbolliste e MIT, Institutit Teknologjisë së Massachusetts, e cila u emërua gruaja e vitit në shoqatën kombëtare të atletikës kolegjale 2022 sipas Sky News. Babai i saj, neuroshkencëtar Dr. Michael Groff, nëna e saj, Dr. Joy Sani, një uroginekologe, dhe vllai i saj, Garrett Groff, ndëruan jetë gjithashtu. Vdiq edhe i dashuri i Karena Groff, James Santoro, dhe partnerja e Jared Groff, Alexia Kojutek-Zuart. Ata hipën në aeroport të shtunën në mëngjes për të fluturuar në aeroportin Columbia Country, por avioni u rrëzuar rreth 10 milje në jug, ka thënë zyrtari i bordit kombëtar të sigurisë së transportit, Todd Inman. Pak para se avioni të rrëzoj, piloti kishte transferuar me radio kontrollin e trafikut ajror në aeroport për të thënë se kishte humbur afrimin fillestar dhe kishte kërkuar një plan të riafrimi, tha ai. Hetuesit morën video të sekondave të fundit të fluturimit, e cila duket se tregon se avioni ishte i paprekur dhe u rrëzua me një shpejtësi të lartë zbritje në tokë. Një raport i plot aksidenti mund të zgjasë 12 deri në 24 muaj për tu përfunduar. Kjo vjen disa ditë pasi një familje prej 5 turistësh spanjoll, përfshirë 3 fëmijë, u vran pas përplasjes helikopterit në lumin Hudson të enjtën.